duke e shikuar me vëmendje ambientin rreth saj dhe duke menduar për momentet që po kalonte në shtëpinë e Big Brother. Ajo filloi të fliste me një ton paksa të trishtuar dhe reflektues. Kur të largohem, nuk do të mund të kthehem më këtu, tha ajo, duke hedhur një shikim të gjatë dhe nostalgjik drejt kamerave. Ajo vazhdoi duke ndarë mendimet e saj për ndjenjat që kishte për Edin. Nuk jam e sigurt për ndjenjat e mia për Edin. Nuk e di saktësisht se si ndihem. Nuk dua të marr vendime të nxituara, sepse dua ta shikoj situatën mirë dhe të jem e sigurt për atë që ndjej. Dolce duke je përhumbur në mendime, duke reflektuar për kohën që kishte kaluar me Edin dhe për lidhjen që po zhvillohej mes tyre. Ajo mendonte se largimi i përkohshëm mund të ndikonte në marrëdhënien e tyre dhe se do t'i duhej kohë për të kuptuar vërtet ndjenjat e saj. Ndërkohë, banorët e tjerë e shikonin me vëmendje, disa të prekur nga ndjenja e saj, të tjerë të intriguar nga mënyra se si po menaxhonte emocionet. Dolce dukej se donte të qëndronte e qetë, por brenda saj ndjente një trazim të lehtë, sepse largimi nga shtëpia dhe ndarja nga Edin ishte një moment i vështirë për të. Do ta shikoj situatën dhe do të vendos me kujdes, tha ajo me një zë të qetë. Por të vendosur, duke lënë të kuptohet se, pavarësisht ndjenjave të saj të paqarta, ajo do të vepronte me maturi dhe nuk do të nxitohej. Çdo fjalë e Dolces dukej e rënë, sepse pas saj qëndronte një përzierje ndjenjash, pasion, dyshim dhe përgjegjësi ndaj vetes dhe atyre që kishte afër. Në këtë mënyrë, deklarata e Dolces nuk ishte thjesht një koment i rastësishëm. Ishte një reflektim i thellë mbi ndjenjat e saj, pasigurinë dhe përgjegjësinë që ndjente për atë që po ndodhte mes saj dhe Edit, duke lënë të kuptojë se çdo vendim që do të merrte do të vinte pas shumë mendimesh dhe vëzhgimesh mbi situatën reale. Edi, i ulur në divan me duart që i dridhen lehtë, deklaron para gjithë banorëve se nëse Dolce do të dalë jashtë shtëpisë këtë javë, atëherë edhe ai do të largohet. Ai e thot këtë me një ton të prerë, të vendosur, sikur e ka menduar gjatë dhe nuk po flet me impuls. Banorët mbeten për një moment të habitur, ndërsa disa fillojnë të pyesin nëse ai po e thot seriozisht apo thjesht është i emocionuar. Unë s'kam arsye të rri këtu patë, thot Edi me zë më të qetë, por të ngarkuar emocionalisht. Nëse Dolce del, edhe unë do dal me të. S'ka kuptim të vazhdoj vetëm. Disa banorë mundohen ta bindin të mos flas me kaq nxitim, por Edi duket i bindur në fjalët e tij. Ai shikon drejt kamerës për një moment, si për ta bërë deklaratën edhe më të fortë, dhe pastaj kthen syt nga të tjerët. Unë nuk po bëj lojë, vazhdon ai. Nuk jam këtu për strategji. Jam këtu dhe e them hapur, sepse Dolce është shumë e rëndësishme për mua. Dhe nëse ajo largohet, unë nuk do të ndihem mirë duke vazhduar lojën sikur s'ka ndodhur asgjë. Banorët fillojnë të përshpëritin mes tyre, disa të habitur, disa të dyshim, të tjerë të prekur nga mënyra si foli. Ndërsa tensioni rritet, duket qartë se deklarata e Edit nuk është bërë thjesht për dramë. Ai vërtet duket i shqetësuar, i ndikuar emocionalisht dhe i gatshëm të marrë një vendim të madh. Kjo situatë hap një diskutim të gjatë brenda shtëpisë, sepse tani të gjithë pyesin veten nëse Edi po shpreh ndjenja të sinqerta apo nëse kjo deklaratë do të ndikojë në dinamikën e lojës. Megjithatë, mënyra si ai e tha, shikimi i tij i tronditur dhe toni emocional, i bëjnë shumë njerëz të besojnë se ai e ka me zemër dhe se lidhja e tij me Dolcen po bëhet çdo ditë më e fortë. Dolce zgjohet nga gjumi herët në mëngjes, dhe që në momentin që hap syt, duket e tronditur. Syt i ka të mbushur me lot dhe fytyra i dridhet nga mërzitja. Ajo mundohet t'i fshijë lotët me duar, por emocionet janë aq të forta sa nuk arrin të ndalet. Zëri i dridhet teksa rri ulur në shtrat e mbështjellë me batanie, duke marrë frym thellë që të qetësohet. Ajo e di që dita e sotme nuk është një ditë e zakonshme. Sot është momenti që do të largohet nga shtëpia dhe do të udhëtojë drejt Grande Fratello Italia, dhe kjo gjë e emocionon, por edhe e rëndon shumë. Ndjesia e largimit, e ndarjes nga banorët që ka kaluar ditë e net me ta, e bën të ndihet bosh. Dolce nis të flas me vete me zë të ulët, duke thënë se nuk është gati të largohet, se po i dhem fakti që do t'i lërë të gjithë pas, sidomos Edin me të cilin ka ndërtuar një lidhje. Ajo prek jashtëkun ku ka fjetur çdo natë dhe qesh paksa mes lotëve, duke kujtuar momentet e lumtura. Banorët fillojnë të zgjohen dhe shohin që ajo është përlotur. Disa afrohen ta pyesin çfarë ka, dhe Dolce mundohet të buzëqesh, por sytë e saj e tregojnë qartë se sa e mërzitur është.
Ajo tregon se ndihet e ndarë mes dy botëve, dëshiron të shkojë në përvojën e re, por një pjesë e saj nuk do të largohet fare, ndërsa përgatitet, merr frymë thellë dhe përpiqet të qetësohet. Por përsëri lotët I rrjedhin. Është një ditë e rëndësishme për të, një ditë me emocione të përzira, ku gëzimi dhe mërzitja përplasen me njëra tjetrën, duke e lënë dolçen të prekshme dhe të ndjeshme që në momentin e parë të mëngjesit. Eliona ulet në divan, me sytë e mbushur lodh dhe me frymëmarrje të rënduar. Ajo duket e dëshpëruar, duke u përpjekur të përballojë ndjenjat që e kanë kapluar papritur. Me një zë të dridhur, ajo fillon të rrëfejë emocionet e saj më të thella, më mungon shumë mami. Thot ajo, duke ulur kokën dhe duke fshirë me dorë lotët që I rrëshqasin poshtë faqeve. Ndërsa fjalët dalin nga zemra e saj, syt I shkëlqejnë nga lotët dhe një trishtim I thellë duket se e ka kapluar çdo pjesë të trupit të saj. Ajo vazhdon me zërin e dridhur, duke treguar se sa shumë e ka ndjerë mungesën e nënës së saj që nga viti kur ajo ka ndëruar jetë. Çdo fjalë duket sikur e lëndon më shumë. Sepse kujtimet dhe dashuria për maman janë ende shumë të forta, nuk ndalet. Nuk ndalet kur në zemrën time. Sa herë që mendoj për të, ndjej boshllukun që më ka lënë. Mami im, dua ta shija përsëri, dua ta përqafoja. Por nuk mundem, thot Eliona, duke qarë pa pushim. Banorët e tjerë e shikojnë me dëmshuri dhe disa afrohen për ta përqafuar, duke I dhënë mbështetje, por asgjë nuk mund të zëvendësojë mungesën që ajo ndjen. Lotët e saj vazhdojnë të rrjedhin ndërsa ajo përpiqet të përballojë dhimbjen e madhe dhe dashurinë e paplotësuar për maman e saj. Në këtë moment, dhoma e shtëpisë mbushet me një qetësi të trishtë, sepse të gjithë e kuptojnë se ajo po përjeton një dhimbje të thellë që nuk mund të zbutet me fjalë të thjeshta. Lotët dhe rrëfimi I saj tregojnë një lidhje të pazvendësueshme dhe një vuajtje që mbetet në zemër për një kohë të gjatë. Alba dhe lëndrimi përfshihen në një debat të fortë në mes të sallonit, ku tensioni duket I padurueshëm. Ndërsa lëndrimi përpiqet të mbrojë qëndrimet e tij, Alba e ndërpret me një ton të prerë dhe të ashpër. Ajo nuk kursen asnjë fjalë, duke I thënë lëndrimit se nuk është njeri I mirë dhe se sjellja e tij nuk është e pranueshme. Ti nuk je njeri I mirë, thot Alba me zë të lartë, ndërsa shikon direkt në sy lëndrimin. Dhe as nuk je burr, je femër me sjellje. Fjalët e saj bien rënd në dhomë dhe banorët që ndodhen aty afër ndalojnë për një moment, duke I vënë re tensionin që ka kapluar atmosferën. Lëndrimi tenton të reagojë, por Alba nuk e lejon të thotë asgjë. Ajo vazhdon të flasë me një ton të ashpër dhe të sfidueshëm, duke përforcuar çdo fjalë me gjeste të forta dhe shenja të pakënaqësisë së saj. Ti gjithmonë mendon se je më I mençur se të tjerët, por nuk je. Sjellja jote është qesharake dhe nuk meriton respekt, vazhdon Alba. Lëndrimi provon të qetësohet, por duket qartë se reagimi I saj e ka prekur. Ai përpiqet të justifikohet, por fjalët e saj janë të forta dhe nuk e lejojnë të marrë frymë. Ndërkohë, banorët e tjerë shikojnë me shqetësim dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për të ulur tensionin, por Alba nuk ndalet. Debati vazhdon disa minuta, ku Alba I jep një mësim të qartë lëndrimit, duke e bërë të kuptojë se nuk do të tolerojë sjellje që nuk e respektojnë dhe që e ofendojnë. Atmosfera në shtëpi mbetet e tensionuar dhe është e qartë se ky moment do të mbetet gjatë në mendjen e të gjithëve. Lëndrimi dhe Alba përfshihen sërish në një debat të nxehtë në mes të sallonit, një prej atyre momenteve kur tensioni duket sikur mund të ndizet me një fjalë të vetme. Lëndrimi, me stilin e tij të zakonshëm provokues, fillon t'i kundërpërgjigjet Albës në mënyrë të tillë që duket qartë se ka për qëllim të acarojë edhe më shumë. Ai I hedh komente të vogla, nënqeshje të hapura dhe batuta që e bëjnë të duket sikur po e tall hapur, ndërsa Alba përpiqet t'i përgjigjet me qetësi. Lëndrimi vazhdon duke e ngacmuar, duke I thënë gjëra që e shtyn atë ta humbas durimin. Ai shtrihet në karrige me një qëndrim sikur nuk I intereson fare situata, duke I dhënë ndjesinë Albës se ai po e merr gjithë debatin si lojë. Alba mundohet të anashkalojë, por ai sërish vazhdon të bëjë komente të vogla me të cilat e prek nervin e saj. Sa më shumë ai flet, aq më shumë duket se po e bën me qëllim, sepse çdo fjalë e tij shoqërohet me një buzëqeshje të lehtë ironike. Në një moment Alba I thotë që të mos tallet me të dhe t'i lër hapësirë, por lëndrimi, në vend që të tërhiqet, I përgjigjet me një tjetër batutë që e ngre edhe më shumë tensionin. Nga mënyra si reagon Alba, kuptohet qartë se ajo po acarohet për shkak të mënyrës së sjelljes së lëndrimit.
Banorët e tjerë shohin nga larg se si situata po përshkallëzohet. Sepse lëndrimi vazhdon t'i flasë me një ton që nuk e lë të qetë, duke e bezdisur qëllimisht dhe duke mos e lënë të marrë fryme të qetësohet. Në fund mbetet gjithë ideja se lëndrimi po e bën enkas për ta nxjerrë Albën nga vetja, sepse ai nuk ndalet së talluri